Cirku për fëmijë, një tjetër aktivitet i Qendrës Kulturore Vlorë, që mblodhi pranë vetes me 10 fëmijë të vegjël dhe adoleshent mbrëmjen e së shtunës. Prestigjatori Ylli Meçaj me numrat e tij të magjisë mahniti fëmijët në sheshin tek Sahati, i cili u zgjodh enkas për këtë shfaqje, pasi muajt e fundit është kthyer në një park lojrash që mbledh pas vetes me qindra vogëlush. Magji, lojra shpejtësie, truke për të qeshur, si edhe animacion, ishin disa nga performancat që gëzuan më tepër vogëlushët. Të tilla performanca, fëmijët, por edhe prindërit e tyre, të cilët e pan nga afër cirkun për fëmijë, i vlerësuan me duar trokitje dhe shumë të qeshura. Mjaftoi më tepër se 60 minuta performancë për të ndryshuar atmosferën në sheshin e qendër të Vlorës dhe për të dhuruar një mbrëmje ndryshe për të vegjëlit e qytetit. Cirku për fëmijë hap siparinë e aktiviteteve të Qendrës Kulturore Vlorë për gjatë muajit gusht. Aktivitete këto që do të jenë të shumëllojshme, duke nisur nga koncertet festive, tek eventet për fëmijë, ekspozita pikture, teatri i kukullave, pa harruar edhe bibliotekën e qytetit me aktivitete, të cilat kanë në qendër librin.